Në takim sot të drejtues lartë të Eurosocialistëve në krye me kryetare. Biseduam për çështjet aktuale politike në vend, biseduam për problemin e bllokimit të procesit integrues që ka Maqedonia si prioritet shumë të madh. Biseduam edhe për shumë gjëra tjera, instrumentalizimin e mediave në Maqedoni, instrumentalizimin e drejtësisë, kështu me radhë. Ishte shumë një bisedë e rahatshme dhe e qetë. Ram dakord që rruga e vërtet për dalë për kësaj situate është rifillimi i dialogut politik mes katër forcave politike kryesore. Edhe atë ai dialog duhet të jetë thelbësor dhe të mirët me çështje thelbësore e jo teknik. Dhe në bazë të këtij dialogu më pastaj të arrijmë që të marrim rekomandën pozitive dhe të hapim bisedimet me Unionin Evropian. Unë konstatova se procesi i përgjigimit nuk është një proces i ri. Në Maqedoni është proces i vjetër prej vitit 92. Viktima kryesore, pa konkurrencë në këtë përgjigje është kryetari i tanishëm i PDSH-s. Dhe kërkova që mundësisht këtë çështje ta institucionalizojmë. Të krijojmë një komision hetimor në parlament, komision i cili do të merret në çështjet e përgjigimit që nga viti 92, dhe këtë komision duhet ta drejtojë Partia Demokratike Shqiptare për shkak se është e vetmja parti që nuk ka marrë pjesë në kësi aktivitetet palitshme, vile edhe jo njerëzore, e din opinioni se qeveria LSDM PPD kanë përgju, qeveria LSDM BDI kanë përgju, qeveria VMRO BDI kanë përgju, dhe qeveria VMRO PDSH nuk ka argumentet të tilla. Po të zbulohen edhe ata do të ketë njëjtën trajtesë ligjore. Dhe ne s'kemi pikat e fundit të këtij dialogu. Pikat e para të këtij dialogu do të jetë çështjet thelbësore, procesi integrues, raportet drejtnike apo të drejtat e shqiptarëve, analiza e implementimit të marrëveshjësore, gjylësia sa është kredibile, çështja e mediumëve, kontrollon vërtet qeveria mediumet apo kontrollon dikush tjetër. Si këtu është bërë shumë simpatike të thuhet se mediumet i kontrollon 90% VMRO-ja, 10% LSDM te Maqedonia. Te shqiptarët mediumet i kontrollon 50% BDI, 50% LSDM-ja. Dhe PDSH është një parti opozitare e cila s'ka asnjë medium që i mundson të fletë dhe të tregojë realitetin e vet. Po të nisemi nga ky aspekt, nuk du ta parashikoj situatën, po. Po të kemi zgjedhur para koshme, s'po them kush do të fitojë. Po çto do të jenë katër forcat politike që prapë do ta diskutojnë parlamentin dhe problemin e kemi aty. Zotëtazhi thatë se nga viti 92 keni qenë pa ndërprerje për gjuar. Ju kishit një vadi kundër Ju kishit një vadi kundër zotit Zoran Veroshevski, do ta bënit njëjtën edhe kundër funksionarëve aktuale. Jeni mbyt të bë vadi, s'ka asgjë. Nuk u besojmë institucioneve, nuk është diçka e re që thotë mendotaqe se su besojnë institucioneve, su besojnë qytetarët. Do ky manipulim kaq i madh nuk guxon të fokusohet vetëm në një fazë. Flas për një proces solid, anketues, nga komisioni anketues dhe për një proces tërësisht transparent që do të përfundojë në gjyqve transparencë plot, atëherë edhe qytetarët do të jenë të qetë, edhe ata që duan ta përsërisin veprën penale nuk do ta përsërisin. Dhe më kam përgjuar dhe Veroshevski, Cervenkovski, Aliameti, Rankovici, gjithë. Po asnjë farë shqetësimi. Po është e dhimbshme dhe e tupshme për këto shqiptarë që sot shqetësohet se pas kanë përgjuar së heri, asnjë fjalë nuk kanë thënë sot kësaj dite për përgjigjet dhe ndjekjet që janë bërë liderit të PDSH-s. Përgjigjet dhe ndjekjet që janë bërë fëmijëve të liderit të PDSH-s. Është një situatë bukur, e thanë jemi aty në delegacion, krezi. Ndoshta pak më shumë se ju, se jam opozit. Po mendoj se situata është serioze për shkak se Maqedonia nuk është një shtet i vjetër, i fuqishëm, me konstelacione të forta në raportet ndërkombëtare dhe të sigurisë brendshme. Dhe imuniteti gjeneral i Maqedonisë është seriozisht i dëmtuar në bllokimin e procesit integrues, duhet të kemi shumë kujdesshëm gjithë, që do të thotë se nuk e thash Maqedonisht harrova. Edhe vëmendja e bashkisë ndërkombëtare nuk është as e madhe për Maqedoninë. Në Bosporis parasysh problemet rajonale shumë më të mëdha, këtu e kam fjalën në raportin Serbi-Kosovë, çështjen e Bosnës, problemet ndërkombëtare shumë të mëdha, çështja e Ukrainës, lindja e mesme. Këtu ne mendojmë se ata mëngjes kur zgjohen pyesin për Maqedoninë. Nuk është as në qendër vëmendjes sa neve na duket.